Shiko, unë personalisht, kisha thënë vetes time në mendje që nuk do martohem me ruse. Pse? Po nuk do martohem me ruse sepse kur isha sferë Begas, vinin këto oficialet tanë, që ishin student, që ishin studium bashkëmit sotik, me gra ruse. Dhe ata, si kur themi neve se po flasëm që pispillose si shumë, dhe nuk ju pëlqente shumë e dieta në Shqipëri atë. Jo nuk ju pëlqente, se aty ju pëlqente se rrodnin mirë për sa këtyre. Po mi thoshin që nuk ka dhe arktim këtu. Kishin mendime... Pyt pas ka zënë Sedra Kuksianit. Po, më zuri shumë Sedra. Sedra Kuksianit, ta gjeta, a? Me gjetem. Dhe ti thej që s'është për mua kjo. Jo, s'është për mua kjo, ashtë të thashtë të marrë këtej dhe që këta që fshatë dhe të më shajë lokën ke mua. O, sa e bukur kjo. Ti vendosi që unë me ruse? Tani mos të thoj që s'pëlqyen ruset vajzat aty. Jo, shiko, vajzat ruse, me thënë të ishtë një dimë të hapura, të qildra, të emancipuara. Ato që vinë se neve kishëm lidhje me fakultetin e filologjikut të gjuhës ruse të universitetit. Po? Dhe kishit? Po, marrëdhënie normale. Unë për shumë kam shkoja në gjitha mbramet e... Shkojmë brami? Ke vallëzuar me ruse? Kam vallëzuar, kam biseduar, po bisedet e në atë kohë, zotë Roland, nuk kanë qenë këtë që themi neve, o sa të dua, o plasën një për ty,